por në këtë mes Pashku ka bërë një gjë të veçantë. Ka krijuar pasqyrimin e një realiteti që ai e mendon si do të ishte me personazhin e Markut. Pa Brengën nuk do të kishte roman. Pa Brengën nuk do kishte jetë paralele midis Toninit me përvuajtjen që sillte persekutimi komunist edhe me arratin e tij. Ai e gjeti Toninin në New York. Bisedoj me të, u njoh me të, pi kafe me të, njohë realitetin e atij njeriu, njohë këndvështrimin e atij njeriu dhe kuptoi një diçka që është titulli i romanit, që është Brenga. Dhe dikush pa orën, por unë i qëndroj atij qëndrimit tim për të qenë i shkurtër me atë fustanin e shkurtër, pra kaluar shumë në argumente teorike, por do të përfundoja me disa thënie se Brenga e Toninit, ndjenja e fajit, liria që u ndërtua mbi vuajtjen e mikut, është forca që e mban gjatë këtë lidhje, edhe pse fizikisht në Amerikë ai mbetet i lidhur me të kaluarën përmes një ndërgjegje që nuk gjen paqe. Këtu kemi një koncept të rëndësishëm, një gravitacion moral do të quaja, një tërheqje të pashmangshme drejt burimit të fajit dhe të kujtesës. Në ana tjetër, Marku përjeton një transformim po aq të thellë. Në momentet e para të vuajtjes, ai përjeton ndjenjën e fajësimit ndaj mikut të tij, por kjo ndjenjë nuk mbetet statike, ajo evoluon dhe shndrohet në falja. Ky është një dimension i fuqishëm psikoanalitik, kalimi nga urrejtja në mëshirë, nga ndarja në bashkimin moral, që është dhe një parim i krishtërimit. Megjithatë, për të qenë më konkret dhe për të ardhur drejt fundit, kjo vepër do të cilësohet si vepër e rëndësishme dhe nuk është pa mangësi, sepse po tham që s'ka mangësi, natyrisht në kuptoj. Unë do t'ja kam sugjeruar, do t'ja sugjeroj edhe një herë, më duket se linja e dritës me Markun nevojiste më shumë dritë, më shumë, jo për një happy hand, por për të ndjerë mirë, edhe në një fund të hidhur, si që është ky. Megjithatë, doktor Pashku ka bërë një gabim që ka dalë përmbar. Ka filluar të shkruaj në anglisht dhe vepra i ka dalë bukur shqip. Dhe kjo është e vërteta edhe këtij romani që përcillet me aq emocione sa munda t'jo përcjell juve sot për këtë libër aq të mirë të mikut tim që për gazet e ka shkrimin 3 fishë. Mirë takohemi. Nderuar audiencë, studios, aktivist, vëllezër e motra. Kam kënaqësi se sot të gjindem në mesin tuaj dhe të jem pjesë e promovimit të librit të një bashkëhoqjani i bashkëmalësori e bashkëmoshatarit tim, Dr. Pashko Camaj. Së pari duhet të përgëzoj Pashko Camaj për misionin e tij fisnik, për rrugën e tij që ka sjellë në realizimin e projekteve letrare, që është as pak lehtë, sidomos duke konsideruar dinamikat e jetës amerikane, jetës familjare e profesionale në metropole të këtij vendi gjigant, ku koha nuk ecë, por fluturon. E pamërshishëm për shumë kënd ik duke marrë me vete shumë plane të pa realizuara. Autori Pashko Camaj po tregon me punë se çdo gjë është e mundur kur njeriu ka një aftësi optimale menaxhimi dhe e gjen kohën për të bërë gjëra të mëdha. Tani unë i ndëgjova folësit para meje dhe paraqitja ime është nga një kënd vështrim plotësisht tjetër. Libri i Pashkut, megjithse shtjedhonte një ngjarje larg malësisë, ai mësolli në malësi, sepse ato ngjarje që i kalon Tonin Mirakaj dhe të tjerët i ka kaluar malësia e madhe, ma tepër se asnjë vend në krejt Shqipërinë. Malësia që ishte vendi më i përsekutuar në Shqipërinë komuniste. Libri i radhës i autorit Camaj, Brenga, ishte i lehtë për ta lexuar me një narrativ tërheqëse
megjithse shtjellon një epokë mjaft emocionale. Një botë plot vujtje, rreziqe, frikë, pasiguri dhe padrejtësi, por edhe një botë guximi, trimërie, vendosmërie, sakrifice, shpresë e krenarie, ku besimi në Zot dhe dashuria për jetën e familjen i bën të pathyeshëm shpirtërisht ata që torturoheshin mizërisht në burgjet e kampet komuniste. Sa më shumë që lexova në këtë libër, aq më tepër më duk sikur e kisha lexuar dikur shumë vite më parë. Jo një herë, por disa herë. Ishin ngjarje që i kisha dëgjuar, por jo për Toninin, Mirakaj, Markun, Zefin, Petron e të tjerët për të cilët bashku shkruan, por për njerëz të tjerë, familjarë e kushërinj të afërm të shumt dhe mërgjimtarë të tjerë, sepse ne historianët jemi si makina me bagazh shumë të madh. E ku do lëvizim në përshtigjet e jetës, vazhdimisht bashkojmë copsa historie dhe i depozitojmë ato në bagazhin tonë të përditshëm. Përmes rrëfimeve të eksperiencave të tjerëve, më duk sikur isha kënë disa herë në kampin e Tepelenës, në Spaq, Burrel apo vende të tjera. Titulli i librit Brenga është mjaft interesant dhe shumë i qelluar për kohën që ky roman shpjellon. Është fjalë që brenda saj mban elementet që vijnë nga mungesa e lirisë. Komunizmi në çdo kënd të botës me represionin e tij solli pasiguri, frikë, ankth e mërzitje shpirtërore, duke i marrë njerëzve gjën më të shtrenjtë të drejtën për të jetuar në paqe dhe liri, duke krijuar brenga pafund të popujt e sunduar. Duke menduar për brengat që ka shkaktuar regjimi i Enver Hoxhës, u ndala, u ktheva larg mrapa në vitet e fëmirisë. Në vitet e fëmirisë sime dhe tek personi i shtrejt i jetës sime. Te nana ime, që atëherë kalon të një vujtje të thellë shpirtërore e brengosur me lot në sy, vajton të fatin e saj të hidhur, të ndarës nga familja që e kishte rritur. Ajo ishte martuar në pjesën e hotit në maltësi, dhe shumë shpejt kufiri shqiptar u kthye në perdë të hekurt. Ajo vazhdimisht vuante mungesën e babës, vëllezërve dhe të tjerëve. Ishte vetëm pak kilometra larg nga Kastrati, po kurrë nuk u lejuo të vizitonte familjen e saj për afro 40 vite, gjatë të cilës kohë baba dhe të dy vëllezërit kalon në amshim, e kjo s'pati të drejt as ditën e fundit të shkonte e t'ju jepte një grusht dhe e të vendoste një kulor lulesh mbi barrët e tyre. Vujtjet e nanës sime më bën të urrej sistemin komunist, por ato vujtje më rritën dashurinë për atë tokë të Shqipërisë, që ajo e donte me gjithë qenien e saj dhe e donte ta shkelte sa më parë. Ishte abdheu ku jetonin gjysma e njerëzve më të afërt të familjes sonë. Veriu i Shqipërisë, që kishte vlera europiane dhe familje të forta, do të bëhej subjekt i përndjekjeve, intimidimeve dhe burgosjeve të shumta. Komunistët brisnin pa gjyq, siç thot autori, pa gjyqtar dhe pa mëshirë. Kjo beri që shumë patriot nacionalistë të lirdashës përmes vështirësive, rreziqeve, e shpeshherë dhe përmes plumbash kalonin kufirin jugoslav, pa qenë të vetëdijshëm se aty i priste një komunizëm represiv, një regjim anti-shqiptar që do t'i shfrytëzonte për interesat e veta të errta kundër çdo gjëje arbrore. Këtë fat ka edhe Tonini, personazhi kryesor i këtij libri, të familja e tij në Jugosllavinë e Titos. Ata kishin besuar se aty do të gjenin lirinë, por gjetën përbuzje, pasiguri dhe vdekje. Në misionet diverzante humnin jetën shumë shqiptarë, krejt ashtu si Jugoslavia donte të bëhej. Ata u shfrytzuan agresisht dhe kundër dëshirës së tyre dërgoheshin drejt vdekjes. Shumë i beri punëtorë të saj, jo vetëm sa ishin në Jugosllavi, por edhe në vendet perëndimore. Tonini në udhëtimin e tij drejt lirisë, drejt Italisë, prap me solli tek realiteti malsor i viteve 60-ta dhe 70-ta. Të ato copsa historie që i ruaj në bagazhin tim. Kur me mira malsor të Malësisë të okupuar në Maltëzi, morën rrugën e gjatë pranë detit Adriatik për në Kroaci e Sloveni, e atëherë drejt kampeve të refugjatëve në Itali, ku shumë prej tyre pësuan lëndime nga rojet kufitare e mjaft të tjerë u kapën dhe u burgosën për thyrje kufiri, por rreth 1000 familje malësore refugjatësh përfunduan në kampet italiane e ma vonë
në metropolet e Amerikës, kryesisht në Detroit e një numër më i vogël në New York. Malësorët e Tuzit me rrethina iknin nga komunizmi jugoslav, represioni, përbuzja, nënçmimi e diskriminimi ekstrem që u vahej në përgjithësi shqiptarëve kudo në Jugosllavi. Në Maltëzi, shqiptarët ishin të izoluar, të nënçmuar dhe qytetarë të rangut të tretë. U mohoi shkollimi i lartë, punësimi dhe çdo e drejtë tjetër. Zhvillimi i vendit ishte në zero. Jugoslavia ndërtohej, por trevat shqiptare kishin mbetur si në kohën e sultanëve, pa rruga, pa drita, pa ujë, pa shkolla, pa asnjë perspektivë. E vetmja shans për një jetë normale ishte ikja, dhe kur erdhi rasti ata e lëshuan Malsinë dhe ndjekën rrugën për në Amerikë, ashtu siç kishin bërë qindra familje nga Shqipëria vite më parë, duke u ikur pa drejtësive dhe ashpërsive slavo-komuniste. Malësorët e Malsisë në Maltëzi do të bëheshin katalistë të zhvillimit të vendit të tyre të harruar nga komunizmi slav. Ata nga Amerika investuan pa ndalë dhe u munduan që Malësia t'i prëngjante Michiganit e New Yorkut. Investuan në shtëpi, shkolla, infrastrukturë, në çdo aspekt të jetës për të zbutur varfrinë dhe diskriminimin që mbretërote në trojet e tyre. Edhe ata mbanin një breng në shpirt. Ai ishte përmirësimi i Malsisë. Në vazhdin e leximit të romanit, një fjalë më duk se e pash fytyrën e një malësori tonë që kur e njoha unë ishte në moshë të thyer, por ishte shumë patriot. Kur Tonin Mirakaj ndihmoi në New York me vllaun e motrat e tia në apartamentin e tij të ri, me mobilje të donuara të vjetra, me ushqime e tjera në botën e re amerikane, mendja mu fiksua te burri i dashur dhe i mençëm malësor Frank Gruda. Ai kishte ardhur dekada më herët para se të vinte turma e emigrantëve malësor. Ai kishte ndihmuar me dhjetra e qindra familje të Hotit, Grudës, Trieshit e Kojës, të gjenin banesa, të punësoheshin, të kishin mobile në shtëpitë e tyre dhe ushqim për familjet e tyre.